ajo që është pyetja kyçe që unë besoj që duhet të ekzistojë është që a janë rezultatet e zgjedhjeve brenda Partisë Demokratike një lojë e caktuar për të ndryshuar dhe për t'ia dhënë dikujt tjetër fitoren, zoti Ali Mehmeti. Sepse këtu luhet e gjitha. Nëse vërtet juve keni arritur, ju bashkë me disa të tjerë, keni arritur që t'i hapni këto, pra të ktheni diçka pas, pavarësisht se do t'jetë ajo. Se prapë edhe tani unë e shikoj që ka se ju jeni pothuajse të humbur, se i keni shtat, i keni pro-qeveris. Nuk është se ka diçka opozitar aty brenda, po mendoni që kolegj zgjedhor. Ke kolegji po, ke ka, se kisha fjalë. Por gjithsesi, këto që ka ndodhur, që janë të filmuara, që ka raporte të shërbimit informativ, që ka raporte brenda ambasadës amerikane, që janë vepruar, është vepruar në këtë formë, që shumë që efekti karusel ka funksionuar në disa qytete, ku nuk ka pas dhe shumë vëzhgim, qoftë nga media, qoftë një kontroll institucional. Po ajo që është më e rënda është pikërisht shitja e komisionerëve në minutat e fundit dhe delegimi i votave tek një tjetër ka politik apo subjekt. Pra nuk është... Jo ka politik për mua. Më shumë brenda... Nuk është partia socialisti që ka marrë votat. Ekziston një urdhër verbal që nga drejtues lartë Partisë Demokratike i kanë dhënë urdhër kryetarëve të degëve të tyre, të cilët sepse kryetarët e degëve kryetarët e degëve janë ato të cilët caktojnë numëruesit, caktojnë komisionerët dhe i kontrollojnë ato. Kjo është. Dhe ky urdhër kjo është historia. Ti themi gjërat siç janë. Pra Zheca, e takon numërimit mes votës së dy kampeve kryesore, nuk është se komisionerët kanë bërë një lojë për të manipuluar rezultatin. Të paktën duke folur për dy partitë kryesore. Partitë e reja, pastaj që s'kan pasur komisioner, ndoshta ka bërë diçka në kurrizën e tyre. Problemi tani është për votën brenda partisë. Kush e numëroi votën brenda partisë? Një numërues për tavolinë, por kandidati ishte 47 në Tiranë. Kush e ka përcaktuar numëruesin? A ka patur zonja Tabaku numërues më shumë se zoti Ali Mehmeti? A ka patur zoti Ali Mehmeti mundësinë të vërë në tryezë ndonjë numërues të tij besnik? A kanë mbyllur syt numëruesit e PD-s në një mënyrë të caktuar për ta orientuar votën nga zoti Ali Mehmeti dhe zonja Tabaku? E kanë bërë këtë se kanë dashur vetë ta bëjnë apo se partia u ka kërkuar ta bëjnë? Këto janë çështje që zoti Ali Mehmeti do të na shpjegojë ne, pra dyshon që partia e ka tradhtuar, dyshon që vota zonjës Tabaku ka shkuar tek ajo në mënyrë të padrejtë, apo dyshon që është shpërndar tek të tjerët, apo mendoj që është shpërndar tek të tjerë duke i dhënë humbje. Me shumë kandidatë. Po, që mund të ketë shkaktuar diçka tek Ali Mehmeti dhe zonja Tabaku, absolutisht. Zoti Ali Mehmeti kërkon 2400 vota për të marrë një mandat në kurrizën e zonjës Tabaku. Dhe sipas informacionit mi, Aslan Dojani ka të provuar që ka qenë njeriu i cili bëri të mundur hapin, sepse ankemimin e bëri Aslan Dojani. Po, zoti Dojani nuk është në shanset për të fituar një mandat. Tjetër gjë nuk ka rëndësi ajo. Hyn zoti Ali Mehmeti me 18000 vota në parlament. Nuk ka rëndësi fiton apo s'fiton. Dhe një votë s'ka pse të tresohet tash. Kjo është padyshim e rëndësishme, po flasim për një individ që ka marrë 18000 vota dhe thotë ka marrë më shumë se kaq. Kush ja mori? I takon Ilirën Mehmetit ta marrë 1000%, jo 100%. Nuk po them atë. Po them edhe nëse janë kandidatë janë akoma më keq. Sigurisht që është keq çdo votë që është edhe një votë e vetme të diferencuar, por kur shkojmë tek momenti që individi ka marrë 18000 vota dhe nuk ka hyrë në parlament, kjo është një çështje me shumë persa vota një kandidati i cili mund të humbur 100 vota, po prapë është humbës.